shpitare, a e njeh një personin me emrin Isus Zena? Po. Ano, nas shavani si e njihni? Personin Isuf personin Isuf Zena e kom taku ose e një me një rast kur drejtorit, zotit Krasniqi, i ka ardhur një ftesë nga policia, ja kom dorëzu, dhe aty e ka përgatit një autorizim për personin në fjalë Jusuf Zena për me u përgjigj shkresës në polici. A keni kontaktu me këtë person? Me Isuf Zenën? për 100% kur o kon zyre kon fol. Mirë dita kur është ardhur. A e keni di se cila është pozita e tij? Jo, Kush është? jo. Veç A jeni interesuar ndonjëherë? Pyetja ishte, a keni ditë cila pozitë e tij, përgjigjja jo. A jeni interesuar ndonjëherë? Mos u përgjigj? Po. Zoti gjyqtar, prokuroria është duke marrë pyetje dëshmitarën për çështje të punës saj. Dëshmitarja nuk është e dyshuar në këtë rast. Prokuroria e ka marrë pyetje të zyrën e prokurorisë dhe ekziston një deklaratë ndërsa nëse dëshmitarja është interesuar apo jo se cila është detyra e zotit Zena, kjo nuk ka përfar relevancë. Për që këtë procedurë dhe të bërë pandemër. Prandaj kërkoj që kjo pyetje të refuzohet, Kërkoj që kjo pyetje të mos lejohet, sepse nëse dëshmitarja është interesuar apo jo, se cila është detyra e zotit Zena, nuk ka përfar relevancë. Përveç tentimit prokurorës që në këtë rast për mendimin tim, po mundohet me ushtru autoritet ndaj dëshmitarës. pyetja ishte a jeni interesuar ndonjëherë për rrugën e pyetjeve që a keni ditur cila është pozita e tij, jo, a jeni interesuar i ditë cila pozita e tij? Jo. Jo. Veç e kom pyet kush është, kush është, më ka thonë Jusuf Zena, edhe po vjen me shku me bo autorizimin për polici, qaq. Kush është ka thonë Jusuf Zena dhe se po vjen me marrë autorizimin Me u përgjigj ftesës policisë zoti Krasniqi. E di që ka pas shumë aktivitete prokurimi dhe shumë punë gjatë asaj kohe, por pyetja është konkrete. A i kujtohet diçka nga aktiviteti i prokurimit, angazhimi i një kompanie konsulent ligjor në vitin 2023? Sepse duke sa atë më herët që kërkesat dhe në mënyrë reciproke kanë kaluar përmes zyrës suaj. Po më kujtohet aktiviteti. Çka mund të na thoni me fjalët tuaja për atë sa ju kujtohet, në mënyrë që mos ju parashtroj pyetje një pas një. Atë sa ju kujtohet, nëse ju kujtohet. Kryeshefi, zoti Kryeshefi Krasniqi, po, ka kërkuar që të
fillon që të përgatitet një kërkesë për angazhimin e një konsulenti ligjor. Ligjor. Të filloja angazhimin e konsulentit ligjor. Edhe, sipas kërkesës, janë mush, sipas kërkesës së kryeshefit, janë mush format, atletat, aty shme thonë, format e Kush i ka mbush ato forma? Urta? Kush i ka mbush ato forma? Kush i ka Une. Se është forma që primeje. Veprimet që ke bo, ti tregona ti që ke bo. Sipas kërkesës, ja, i kam plotësuar ato forma. Po, edhe është dërzu për në prokurim. I kam plotësuar ato forma dhe është dërzu kërkesa në prokurim. Po. Po, pastaj. Pastaj ka vazhdu tutje. Si krejt tjera. Mu zhvillu për fazave tjera. Pastaj ka apo do më na thonë që është ndjek procedura nga zyra e prokurimit apo Po, ashtu shkon. pastaj sikur se të gjitha kërkesat tjera është vazhduar puna kërkesa për kompani konsulente ligjore. A do duhet të vinte nga zyra e kryeshefit apo zyra ligjore? Nuk e di nga kush. Nuk e di nga kush duhet të vijej. Nuk e di se nga kush do duhet të vinte. Po e kuptoj kompetencën e juja dhe atë sa keni pas shasje, por atë sa ju i kujtohet, Asa i kujtohet. nëse ju kujtohet, si ka përfundu themi ky aktivitet prokurimi veç në para praktikisht veç keni ndërmarrë disa veprime që ju kanë taktisit nga detyrat e tuja. Nëse mund na tregoni, si ka përfundu ky aktivitet prokurimi? Si ka përfunduar, e din? E ku bo kërkesën, Jo, si ka përfunduar dhe tregova pjesë, e din që ka përfunduar. e ku marrë vesh ma vonë. Ma vonë e ka kuptuar. Po, nuk e di kur, pe drejtorit prokurimit që është anullu. Është anullu, a është krya diçka që shtu s'muj me jarë përgjegjet saktive me këto. Veç që, po, s'm kujtohet saktë. A ju kujtohet sa vjetë ka qenë të para këtë aktivitet? Muj me gabu, se është një kohë e gjatë, se u bo vetë kërkesën 60.000 euro nëse. Se di është shumë e sakta. Nëse nuk gaboj. Nëse mund, na sqaroni se në cilat parimet e udhëheqjes zotri Pasnisi ka menaxhuar dhe nëse i ka sipas lindjes tuaj ka respektuar interesat e kompanisë dhe interesat të gjithë operatorë. Është pyetje e përgjithshme vetëm mbi këtë. Po, është një përgjithshme. Në gjitha parime u keq, se secili drejtori thotë janë të keq, edhe udhëheqja e atij mbi cilat parime është ndërtuar përgjithësisht. Është i bazën e vlerësimit, jo Po. gjykimi orë i Veç gjykimit, po. Po, veç i asoj nga ti çka mendon. Nëse i gati me ndonjë mendim lidhur me punën. Si shembull e drejtora atje si kumbullë, si e drejtori Krasniqi, ka qenë një arim kek që unë e po pasë që atë në sen, çmimi ma i lirë, me pas për pasi, operatori ma serios, edhe më këti punë brenda afatit. Për shkak që këtë projekte tona, janë që kanë pasoja mas një punëzim të energjisë elektrike. Edhe nuk pyet nga afo. Dhe Zoti Krasniqi këtë rast ka qenë ai që i ka respektu që unë e soti, sa po të precis. Që atë punës tem, që po kriterë. Një cikur dhe atë pasasit e ti. Një, po dhe tonë është që kjo që o konë si pasë, që s'kanë grupë gjurë, dhe unë e që akon që unë të sheta. Dhe të znutë